Okej, shiko, jam këtu pas protestës, situata ka qenë pak jo fort e këndshme, ka ndodhur arrestime, siç ju thash, djali dëshmorit Ismail Mehmeti, Bedim Mehmeti është arrestuar. Unë në protestë u bashkova me veteranët e UÇK-s, me Nuhet Tahirin edhe Agim Pllashnikun, edhe siç themin ne shqiptarët, tash janë besën e tyre, dhe do t'jetë i vështirë kthimi në Shqipëri, sepse ka postobllogje, do me thënë, është goxha. E kuptoj, ju me kë jeni aty? Kush janë ata dy zotrin që ndodhen pranë jush? Presim të lidhemi, sërish të shkëputur lidhja me Lajrit Vasilin. Tani ju dëgjoj sërish, Ola, më falë, po janë... Është e kuptueshme në një transmetim të drejt për drejt dhe në këtë distancë që jeni është e kuptueshme. Po, kush janë dy zotrin që ndodhen pas jush? Po ju thoja, zotrin janë dy veteran të UÇK-s, është Nuhet Tahiri dhe Agim Pllashniku nga batalioni 138. Janë dy veteran të madje edhe me plagë në trup që kanë ardhur sot në ndihmë të studentëve të Shkupit, por në ndihmë të identitetit, të çështjes kombëtare të gjuhës shqipe në të tre anët e kufirit. Kjo gjuhë ka dëshmor pas vetes, ka qenë mbi shkrimi në një nga pankartat që unë kam lexuar sot në këtë protestë. Po. Dhe sigurisht është e qëllimt prezenca e dy zotrinve pas jush. Lajrit më thoni, ju... Po. Patjetër, sepse, siç të thash, Ola, ka pasur arrestime, ka bllokime rrugësh, ka postobllogje, kështu që i falenderoj të dy luftëtarët e UÇK-s që më kanë marrë besën e tyre dhe jemi në një ambient këtu ku nuk mund t'u them ku jemi, se e kuptoni, News 24 nuk ndiqet vetëm në Shqipëri, por jam mirë dhe